Gjithçka nisi me një peticion online nga një portal i financuar nga Sultani i Istanbullit. Portali i quhet Mexhlis dhe është shkoqur një media që paguhet me lira turke. Kjo media sulmoi një lider fetar në Shqipëri, lider që nuk është shqiptar, por që drejton një religjion të njohur ligjërisht fen hebraike. Bëhet fjalë për rabinin e Shqipërisë, Joel Kaplan, i cili ishte ftuar në iftarin e shtruar nga Edi Rama dhe gruaja e tij Linda në ditën e fundit të muajit të Ramazanit. Një grup personazhesh publik në Tiranë të njohur për afërsinë e tyre me Erdoganin e kanë quajtur rabinin e Shqipërisë kriminal, vetëm sa ai ka veshur uniformën ushtarake për të mbrojtur vendin e tij pas masakrës së 7 tetorit 2023, kur Hamas vrau 1200 izraelit dhe mori peng mbi 200 të tjerë. Erdoganistët sulmonin drejtuesit e komunitetit musliman shqiptar pasi kanë respektuar rabinin duke ulur pranë tij në iftar. Por asgjë nuk mbaroi me kaq. Pas vizitës së Edi Ramës në Izrael, Redi Shehu, një opinionist që shkrua në revista dhe portalet financuara nga Turqia, e quajti Izraelin një shtet gjenocidal, një shkrim gjithë urrejtje kundër hebrejve. Shehu, një shkodran të afërmit të cilit në kafehane i thurin lavde Bin Ladenit në vitet 2000, nuk e ka thjesht me shtetin e Izraelit, por me hebrejt. Një antisemit tipik, Shehu kundërshton hapjen e muzeve hebreje në Vlorë, Tiranë. Sikur të mos mjaftonte e gjithë kjo, kryeministri shqiptar ofron edhe një seri muzeumesh hebreje nga Tirana në Vlorë, pa i shpjeguar zgjedhës vetë dhe të gjithë shqiptarëve se bazuar mbi çfarë meritash këto muzeume do ngrihen, çfarë ka qenë spikatur në kontributin e hebrejve në Shqipëri, çfarë kanë bërë ata në lidhje me pavarësinë, shtetin apo ekonominë shqiptare ndër shekuj, cili është ndikimi i tyre në kulturën shqiptare, a kanë pasur ato një ndikim në çështjen tonë kombëtare kur edhe Kosovën e njohën shumë vonë, bazuar në marrëdhënie tipike që fute më jep të jap, më pranoj Jeruzalemin si kryeqytet të njohun ty, shkrua në Redi Shehu në komentin e tij antisemit, i cili jo vetëm që urren hebrejt në gend dhe shpreh të hapur duke i quajtur me idiomën pejorative çifut, por pa pikë turpi thotë se e njohën vonë Kosovën. Kur Palestina dhe Hamasi i Redit jo vetëm që nuk e ka njohur, por diplomatët palestinezë në Beograd janë edhe anti-shqiptarët më të rregjur në deklaratat e tyre nga Serbia dhe për mediat serbe. Bota palestineze, e cila është ndarë ndërmjet integralistëve të Hamasit dhe prorusëve të Al-Fatahut, janë të gjithë hapur kundër Kosovës. Asnjë personazh palestinez, jo vetëm politikan, por edhe artist e gazetar, nuk ka shprehur kundërshtim të gjenocidit serb ndaj shqiptarëve asnjëherë. E këtë Redi Shehu nuk e përmend kurrë, sepse për të kombi janë palestinezët, sepse kështu e ushqen Erdogan. Vonë apo herët njohja e Izraelit ndaj Kosovës është një vendim i qartë politik që nuk është bërë më jep të jap, sepse Izraeli nuk ka marrë asnjë gjë në këmbim nga Kosova se nuk ka nevojë, por e ka bërë nga që atë ja kërkoi një vend alat strategjik si SBA. Kjo është real politika. Kosovën nuk e njohin edhe shtete europiane me të cilat ajo mban marrëdhënie të mira si Greqia, Spanja apo edhe Slovakia e të tjerë. Por këtë metër erdoganistët e tipit Redi Shehu nuk e përdorin për Greqinë apo Qipron. Kutinë e Kosovës e përdorin vetëm me Izraelin, jo se kanë ndonjë dashuri me palestinezët, pasi nëse do të ishte kështu do të shkonin të luftonin për Palestinën siç shokët e tij shkuan në Siri, thjesht sepse merr urdhra nga Ankaraja për të bërë martirin e luftës Çanakalas dhe për të mbjellur farën e antisemitizmit në popullin që shpëtoi hebrejt gjatë luftës së dytë botërore dhe e bën muslimanët shqiptar që ushqeheshin nga toka e tyre, jo nga lirat e sultanit.